Këto do të jenë ato çfarë shkurtimisht do t'i trajtojmë përmes një bisede me analistin politik Arton Muhaxheri. Zoti Muhaxheri, çka prisni që të ndodh sot, në mos sot, kur më? Kjo që do të ndodh edhe sot, edhe nesër, edhe ditën e vazhdim, do të varet nga partia dhe vendosje, e cila i ka vendomat edhe fuqinë për t'i vënë në funksion proceset të zgjedhjes së presidentes nëse ka vullnet ose nëse nuk ka vullnet. Ndonse, ata kanë propozuar tashmë një kandidat për president, i cili është zoti Konjuca, dhe natyrisht po presin të propozohet edhe një kandidat tjetër, të cilët ata po e presin që ta propozojë opozita, dhe është një standard i ri që ata po e ndjekin tashmë, sepse në zgjedhjet e kaluara ose në vitin 2021 më saktë, ata atëherë e kishin propozuar edhe Vjosa Osmanin, por edhe një kandidat tjetër formalisht apo ta plotësuar këtë kushtin ligjor që kërkon zgjedhja e presidentit në momentin e Kosovës, por si duket tash nuk e kanë as vullnetin, as gatishmërinë për ta bërë një gjë të tillë, dhe po presin nga partitë e tjera të propozojnë dikë sa për ta bërë këtë lloj të plotësim ligjor që kërkon edhe kushtetuta për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Prandaj konsideroj që është duke u luajtur në këtë proces dhe nuk e di që do të ndodhë ditët të vazhdim, sepse edhe vetë zoti Kurti është goxha i paparashikueshëm, por e di një gjë, që ai nuk tashmë po sfidon randin kushtetues Kosovë dhe si e tillë Kosova po ballafaqohet me një situatë që asnjëherë më herët nuk është ballafaquar dhe duket terren i panjohur dhe i pashkelur për Kosovën. Tani presidenti ka paralajmëruar një konferencë për media pas dite, por nuk është dhënë ora, të paktën jo sa diun deri në këtë çast. Po mund t'ju referohemi atyre që u thanë dje 30 nënshkrime të ofruara nga vetëvendosja për presidenten Osmani dhe demantimi pastaj nga presidenca për këto 30 nënshkrime. A ishte zonja Osmani ajo kandidatja e numër 2 sa për ta mundësu që zoti Konjuca t'i marrë votat e vetëvendosjes? Është një poshtrim që zoti Kurti me këtë strategjitë e tij është ka dashur ja bëjë zotit të zonjës Osmani, ditë që në raport me Konjucën dhe konkurrencë të jetë zonja Osmani natyrisht në vetëvendosje fiton Konjuca dhe nuk fiton zonja Osmani. Dhe për më tepër edhe pse këshilltarja e zonjës Osmani demantoi që ata kanë ofruar nënshkrimet, por edhe sikur ta kishin bërë këtë gjë, ato nënshkrime do të ishin edhe një kusht formal për të futur në garë me Osmani dhe natyrisht rezultati final do të dijë këtë gjë dini në vetë Osmani, natyrisht nëse veç i kanë ardhur ato nënshkrime dhe do të ishte fare e kuptueshme nëse do t'i kontestonte dhe do t'i refuzonte nënshkrimet prej lëvizjes dhe vetëvendosjes. Ajo sot që ka ndodhur me zonjën Osmani nuk ka as pikën e dëmshurisë, sepse ajo që ka mbjellë është duke kohë sot. Ishte totalisht presidente e vetëvendosjes për 5 vjet, i ka shërbyer vetëvendosjes për pikëmëri, duke i ndetë gaditur dhe çdo kërkesë të saj, duke i mbyllur syt për shkrimet kushtetuese që ka bërë lëvizja e vetëvendosjes, duke ndjekur çdo mesazh, çdo përpjekje të partisë vendosje dhe duke ashuar aminën në vend, dhe natyrisht dhe nuk ka se si tjetë ndryshe situata, këtë që e kam pritur dhe kam thënë disa herë që fundi tyre nuk do t'jetë sikur që ishte në fillim. I kujtohet si s'është zonja Osmani edhe zogjtë e Banit e din sa shkoi mirë në Mardinën. Sot jemi një situatë 5 vjet më mas. Sot nuk u zgjatën duart për t'i përmendur zogjtë e Malit. Sot nuk u zgjatën duart. Nuk u zgjatën në kuvend, ishte një marrëdhënie ftoft ashtu siç pritej, por në epope u zgjatën duart, ndoshta për shkak pozicionit afër që kishte, por megjithatë ka kohë që bëhet një ftoje e zotit Kurti për zonjën Osmani, zoti Kurti nuk ja pa zonjën Osmani të në kuvend, dhe natyrisht që tashmë ajo nuk i duhet dhe është si pengesë. Madje edhe këtu me njësor me hipin pote kanë thënë vetëvendosjes dhe Albin Kurtit nuk i duhet më Vjosa Osmani si presidente, dhe ne tashmë vesh jemi duke ardhur
në këtë situatë kur ai tashmë i duket e padukshme Vjosa Osmani, por kuntrazi duket në rrezik nëse ajo vazhdon të mbetet presidente e Republikës së Kosovës. E ka pas presidentja Osmani një subjekt politik, sa mund t'i thuhet partia apo listë bashkë me vetëvendosjen, pra që garoj për Guxo po flas. Dhe ajo listë Guxo sot i ka disa deputet. Si ishte rolin e listës Guxo, deputetëve të Guxos brenda vetëvendosjes dhe rolin e partive të opozitës, sidomos LDK PDK, në procesin që mund të ndodhë sonte? E të tërë kur u kriju lista Guxo, u kriju si vege, jo si partijin, por si vege në mbështet vetëvendosjen për ta marrë liberatin e LDK-s dhe për ta marrë në lëvizjen e vendosje. Edhe sot është vegen, ajo nuk është parti, është vegen e vetëvendosjes. E krijuar nga Vjosa Osmani, pastaj në krye të saj erdhën Tonika dhe Fatoni, të cilët u treguan jo mirënjohës ndaj Vjosa Osmani dhe sigurisht e lanë në balë dhe tashmë ajo bën pas subjekt politik i cili po ta kishte ndërsa do të ishte më fuqishëm për mbështetje që do t'i vinte në kuvend sepse lista Guxo ka dikushton deri te deputet thuhet, por me zotë do të kanë numër i vogël sa për të nisur një iniciativë për ndërtim parlamentar për lëvizjen e vendosit. Po si duket, edhe kemi informacione, edhe Tonika Dërvalla ka kontestuar që presidente e Kosovës të jetë Vjosa Osmani për një mandat, prandaj edhe raportet e tyre janë të aktaruara dhe nuk pritet që tjetër prej kësaj degë të vetëvendosjes që fiqet Guxo. Sa i përket partive opozitore, mund të themi që ato kanë qenë të vakta në këtë raport. Unë kam drejtët e mia dhe kritikat e mia për sjelljen e tyre. Unë kam menduar që partitë opozitore as nuk do t'i shkonin takim zotit Kurti kur i ka thirrë për presidentin, sepse i kanë bjuar argument që ai të manipuloj pastaj në ato takime, pa ju kujtoj që kovet me njerë pas takimet me Bedri Hamzën, tha që tashmë PDK-ja e ndryshojnë, po dojnë kandidat partijak, e në fakt, Bedri Hamza kishte thënë që propozimit të bërë nga PDK-ja, jo të jetë kandidati partijak, por megjithatë ai me dashje e ka keq kuptuar dhe e ka keq interpretuar kërkesën e Bedri Hamzës. Prandaj çdo takim me zotin Kurti në këtë aspekt ka qenë i padobishëm për partitë opozitare dhe natyrisht me fuqinë që ka pushteti dhe vendosjen dhe pa fuqinë që kanë partitë opozitare, takimi me ta kanë qenë totalisht i panevojshëm, vetëm se kanë shërbyer atij një argument shtesë për ta përdorur që ja opozita nuk dëshiron ta zgjedhë presidentin, sepse unë ja ofrova mundësinë terminin ata po refuzojnë sepse po dojnë një kandidat partijak. E qartë, me po dhe jo, vetëm kaq, sepse terminin e emisionit e kalova. Zgjedhet sot presidenti, çfarë pret personalisht? Po jo. Jo nuk zgjedhet. Jo nuk zgjedhet. Okej. Unë të falenderoj shumë për kohën që e shpenzove me ne dhe vështrimet që i ndave. Faleminderit shumë.